Përshëndetje miq, sot do t'ju flas për pushtetin e gruas. Ku gjendet pushteti i saj? Fjalët e urta kapitulli 31 na tregon se kush mund të gjejë një grua të virtytshme. Është një pyetje e madhe, apo jo? Vlera e saj vijon teksti biblik. Është shumë e madhe se sa rubinët. Zemra e burrit të saj ka besim tek ajo. Bijtë e saj ngrihen dhe e quajnë të bekuar. Hieshia është mashtruese dhe bukuria kalimtare, por gruaja që ka frikë Zotin do të lavdërohet. Në të ndaj shkurtimisht një histori që është vështirë ta harroni. Në histori moderne të botës, një nga figurat më të fuqishme ishte ajo e Abraham Lincolnit, por vetë Lincolni kur u pyet për formimin e karakterit të tij dha një përgjigje të thjeshtë. Gjithçka që jam, ose shpresoj të jem, ja detyroj nënës time. Këtë tha Lincolni. Nëna e tij Nancy nuk ishte pushtet, nuk ishte as arsim të lartë, por ajo kishte diçka që bota nuk mund ta blejë. Frikën e Zotit dhe një karakter të rrënjosur tek e vërteta. Kjo grua mbolli në një fëmijë dhe historia korri nga jeta e tij gjëra të mëdha. Ndaj miq, më lejoni të ndaj shkurtimisht këto të vërteta. Vlera nuk matet me atë që ti sheh. Për këtë arsye teksti biblik fillon me një pyetje deri diku dramatike. Kush mund të gjejë një grua të virtytshme? Kjo nuk është një pyetje për informacion, por është një thirrje për të zgjuar, sepse Bibla është duke thënë, është e rrallë. Pra, nuk është e lehtë të gjesh një grua të virtytshme. Jo sepse mungojnë gratë, natyrisht, por sepse mungon virtyti. Fjala virtyt këtu nënkupton integritet, qëndrueshmëri, përkushtim, përgjegjësimarrje. Nuk është një figurë e brisht, por një shtyllë e padukshme që mban familjen dhe shoqërinë. Bibla thotë zemra e burrit të saj ka besim tek ajo. Kjo është thelbësore. Besimi nuk ndërtohet nëpërmjet fjalëve të bukura, por me jetë të provuar. Siç do të thoshte dhe Thomas Aquini, virtyti është një zakon i qëndrueshëm që e orienton njeriu drejt së mirës. Por Bibla shkon më thellë. Virtyti i vërtet buron nga një burim më i thellë. Gruaja që ka frikë Zotin. Ky është sekreti. Bukuria miq është e përkohshme. Hieshia, sharmi mund të mashtrojë për pak, por frika e Zotit ndërton përjetësinë. Një vërtet e fuqishme ndikimi që te kalon kohën. Bijtë e kësaj gruaje, kësaj familje ngrihen dhe e quajnë nënën e tyre të bekuar. Ky është testi përfundimtar i jetës. Jo çfarë bota sot thot për ty, por çfarë do thot brezi tjetër, nesër për ty. A do të shpallesh ti një grua e virtytshme? Sepse një grua e virtytshme ndërton karakter, jo vetëm komoditet. Formon shpirtin, jo vetëm aparencën, pjesën e dukshme të sjelljes. Mbjell vlera që do të flasin kur ajo të mos jetë më. Sot miq jetojmë në një epokë që lavdëron pamjen, por neglizhon thelbin. Vlera matet me ndjekës në rrjetet sociale sot. Bukuria është bërë standard i identiteti, suksesi është zhveshur nga morali, por Bibla e përmbys këtë rend. Atë që Bibla i quan të rëndësishme. Dëgjoni me vëmendje. Është e përjetshme. Ndaj, më lejoni t'ju hap 3 hapa konkret. Hapi i parë, ndërtoj jetën mbi frikën e Zotit, jo mbi perceptimin e të tjerëve, sepse ajo që është e Zoti është ajo që do të mbes. Së dyti, investo te karakteri më shumë se sa tek pamja. Bukuria mund të të hapi dyer për një kohë, por karakteri do të të mbajë brenda tyre. Së treti, mbill tek brezi yt atë që do të flas edhe pas teje, një fjalë, një lutje, një shembull, këto nuk humbasin kurrë. Ndoshta sot bota nuk të shet, je i mbuluar, je i vogël, po thuaj i padukshëm. Ndoshta sakrificat e tua janë të padukshme. Ndoshta puna jote nuk vlerësohet, por Bibla thot do të vijë një ditë kur ata që ti rritet do të ngrihen dhe do të flasin për ty. Dhe atëherë nuk do të ketë rëndësi çfarë thon të tjerët, por çfarë ka dëshmuar jeta që ti ke ndërtuar. Ndaj të dashur miq, pyetja është një pyetje me shumë vlerë, një pyetje e madhe. Kush do të gjejë një grua të virtytshme? Kush do të gjejë një njeri të virtytshëm për ta pasur shokun apo shoqen e jetës së tij? Nuk është diçka e lehtë, por natyrisht me Zotin është e mundur që të gjeni njerëzit
e duhur, njerëzit që ai ka caktuar në jetën tuaj. E natyrisht të gjithë ne na lind nevoja për të kultivuar njeriun e vërtetë të zemrës, njeriun e virtyteve, të besnikërisë, të përkushtimit, të përgjegjësimarrjes. Njeriun i cili ndërtohet si një listë i lartë në oborret e shtëpisë së Zotit. Ky është meditimi im për sot. Ju ftoj që të lutemi së bashku. Zoti i dashur, na jep një zemër që kërkon më shumë virtytin se sa vlerësimin e kësaj bote. Formonën e karakter të qëndrueshëm, që nuk lëkundet nga moda e kohës, nga kërkesat e ditës, por rrënjoset tek e vërteta jote. Bëj jetën tonë të jetë një bekim për ata që ne na rrethojnë dhe një trashëgimni për ata që do të vinë pas nesh. Na mëso të jetojmë jo për atë që duket, por për atë që do të mbes në përjetësi. Bekoj burrat dhe gratë që janë duke ndjekur tani. Bekoj Zot miqtë e mi dhe lutem ti udhëheqësh të ndërtojnë jetën e tyre me integritet. Qofshin aroma jote e mirë në këtë botë. Rrethoj me të mirat që burojnë prej teje, në emrin e Jezusit. Amen dhe amen. Miq të dashur, ky ishte meditimi i ditës. Nëse ka qenë bekim për ju, ju ftoj që ta ndani me miqt edhe mikeshat tuaja. Ndërkohë, pres t'ju takoj sërish në meditimin e nesër, pasi kemi nisur një ndërmarrje jo të vogël, por të madhe. Do të jemi së bashku çdo ditë, çdo mëngjes, për gjatë 365 ditëve të këtij viti, duke krijuar një dritare mundësie për nga ku do të ketë dritë. Zoti më